Departamenti Amerikan I Shtetit ka vendosur të pezullojë vizat imigruese për 75 vende. Mes vendeve që ndërshkohen nga Departamenti I Shtetit janë edhe Shqipëria e Kosova. Një memo e Departamentit të Shtetit e parë për herë të parë nga Fox News Digital udhëzon zyrtarëve konsullor të refuzojnë vizat sipas ligjit ekzistues, ndërsa departamenti rivlerëson procedurat e shqyrtimit dhe verifikimit. Sipas raportimeve, Departamenti I Shtetit po pezullon përpunimin e vizave të emigrantëve për 75 vende në një përpjekje për të goditur aplikantët që konsiderohen si barë publika. Vendet përfshin Shqipërinë, Kosovën, Somalinë, Rusinë, Afganistanin, Brazilin, Iranin, Irakun, Egjiptin, Nigerinë, Tajlandën, Yemenin dhe të tjera. Zbatimi I vendimit do të fillojë më 21 janar dhe do të vazhdojë për një kohë të pacaktuar derisa departamenti të kryejë një rivlerësim të përpunimit të vizave të emigrantëve. Somalia ka tërhequr vëmendje të shtuar nga zyrtarët federal pas një skandali të gjerë mashtrimi të përqendruar në Minnesota, ku prokurorët zbuluan abuzim masiv të programeve të përfitimeve të financuara nga taksapaguesit. Shumë prej të përfshirëve janë shtetas somalez ose somalezo-amerikan. Në nëntor 2025, një kablogram I Departamentit të Shtetit, dërguar në të gjithë globin, u udhëzoi zyrtarëve konsullor të zbatonin rregullat e reja gjithëpërfshirëse të shqyrtimit sipas të ashtu quajturës dispozit barë publike të ligjit të emigracionit. Zyrtarët konsullor udhëzohen që të refuzojnë vizat aplikantëve që mendohet se ka të ngjarë të mbështeten në përfitime publike, duke marrë në konsiderat një gamë të gjerë faktorësh, duke përfshirë shëndetin, moshën, aftësinë e anglishtës, financat dhe madje edhe nevojën e mundshme për kujdes mjekësor afatgjatë. Departamenti I Shtetit do të përdorë autoritetin e tij të hershëm për të konsideruar migrant potencial të papërshtatshëm, të cilët do të bëheshin një barë publike për SBA-t dhe do të shfrytëzonin bujarinë e popullit amerikan, tha në një deklaratë zëdhënësi I Departamentit të Shtetit Tommy Pigott. Sipas tij, imigracioni nga këto 75 vende do të ndalet nëse Departamenti I Shtetit rivlerëson procedurat e përpunimit të emigracionit për të parandaluar hyrjen e shtetasve të huaj që do të merrnin ndihmë sociale dhe përfitime publike. Kjo do të fillojë më 21 janar dhe do të vazhdojë për një kohë të pacaktuar derisa departamenti të kryejë një rivlerësim të përpunimit të vizave. Ndërsa dispozita e barrës publike ka ekzistuar për dekada të tëra, zbatimi I saj ka ndryshuar shumë në administrata të ndryshme, ku zyrtarëve konsullor historikisht u është dhënë diskrecion I gjerë në zbatimin e standardit. Përjashtimet nga pauza e re do të jenë shumë të kufizuara dhe do të lejohen vetëm pasi një aplikant të ketë kaluar konsideratat e barrës publike. Një version I vitit 2022 I barrës publike në administratën Biden ishte kufizuar fushën e përfitimeve të konsideruar kryesisht në ndihmë monetare dhe kujdes institucional afatgjatë, duke përjashtuar programe të tilla si programi I ndihmës plotësuese për ushqyerjen, programi federal I ushqyerjes plotësuese për gratë, foshnjat dhe fëmijët, I njohur si Medicaid ose kupon strehimi. Akti I imigracionit dhe kombësisë u ka lejuar prej kohësh zyrtarëve konsullor të konsiderojnë aplikantët të papranueshëm për shkak të barrës publike, por presidenti Donald Trump në vitin 2019 e zgjeroi për kufizimin për të përfshirë një gamë të gjerë përfitimesh publike. Ky zgjerim u kundërshtua në gjykatë me pjesë të tij që përfundimisht u bllokuan përpara se të anulloheshin nga administrata Biden. Lista e plotë e vendeve përfshin Afganistanin, Shqipërinë, Algjerinë, Antiguan dhe Barbudon, Armeninë, Azerbajxhanin, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorusi, Belize, Butan, Bosnjë, Brazil, Burm, Kambodja, Kamerun, Kepi I Gjelbër, Kolumbi, Bregu I Fildisht, Kuba, Republika Demokratike e Kongos, Dominika, Egjipti, Eritrea, Etiopia, Fijini, Gambia, Gjeorgjia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Irani, Iraku, Jamajka, Jordania, Kazakistani, Kosova, Kuvaiti, Kirgistani, Laosi, Libani, Liberia, Libia, Maqedonia, Moldavia, Mongolia, Malizi, Maroku, Nepali, Nicaragua, Nigeria, Pakistani, Republika e Kongos, Rusia, Ruanda, Shënkitsin dhe Nevisin, Saint Lucia, San Vincent dhe Grenadinët, Senegali, Sierra Leone, Somalia, Sudani I Jugut, Sudani, Siria, Tanzania, Tajlanda, Togo, Tunizia, Uganda, Uruguay, Uzbekistani dhe Jemeni.